Cila është shtylla kryesore e Islamit? Shtylla kryesore e Islamit është shahadeti. Fjala ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Transmetohet në hadithe. Pra shtylla e parë është shtylla kryesore. Profeti alayhis salam kur e dërgoi Muadhin në Yemen, që t'i ftonte njerëzit pranë Islam, gjëja e parë, shahadeti, dëshmia. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Kjo fjalë është çelësi i xhenetit. Kush pra e thot këtë fjalë me bindje të plot se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem, hyn xhenet. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Kush pra është fjala e tij e fundit që thot këtë dynja, pra para se të ndrojë jetë, la ilaha illallah, hyn xhenet. Kështu kuptohet për një hadith tjetër të profetit alayhis salam. Elusim Zotin e gjatësisë që të na mundësoj që fjala jone e fundit të jetë la ilaha illallah.